Akava programi si të pikojime kotarimisja OSBE-a një Kosova, nijek opinioni vaj deklaracja kaj kergjol kotaro kotorleipje, na shajtë pengjol kaj sito opinioni vaj deklaripe kotarimisja OSBE-a një Kosova. Ky program mbështetet nga misioni OSBE-s në Kosovë. Mendimet dhe pikpamjet e shprehura janë të vetë pjesëmarrësve dhe nuk pasqyrojnë me DOMS ato të OSBE-s. Laçerat pakvale dikavne emisjako GVDP Tumenca. Araklova njek javiru një emisja GVDP Tumenca, kaja kava vër si jam njek festu një emisja vasho se bepi e agori pasko e bërshesko 2000 bishujek. Sajek suksesu në bërsh, numaj samen vi paripja kolenca çarlav dilam ano bërsh 2000 bishujek, numaj pea kaja rat, gëndinav taj pakjav, kaj kabisara ol paripja, taj kadamin godi ko suksesu në butja kaj kërjam, taj siam gatisarne kaj të shërda jek nevo bërsh kaj sito bërsh 2000 vishuduj. Avdive anorami emisjako GVDP Tumenca amen ulavgjam kaj te avenamen muzikake numera. Numaj ulavgjam kaj te keravine inesave interviste kotaro tereni e nesave institucijenca kaj dinge e baro piko doipe vash o laçaripe e pozicijako e romane ashkalunjota Egipqao në komunitet jengo ani Gjakovaci komuna. Vash të shërda hamari emisja GVDP Tumenca te dikajek muzikaki numera ta iranamen palem ano studio.
Jek piko do ipe anë lokalone institucije vašo lačaripe pozicijake Romani Ashkalunete Egipćao në komunitet jengo, dingja ofisi vaš komunitetja ta iranipe, kaj sakava bërsa aktivno anë ledeipe e institucijenca e narep në organizacijenca numaj vi aktivistjenca vaš o lačaripe e pozicijengo taj onakhipe sa majloke e svidjenca kote qalavdilo o Romano Ashkalunota Egipćao në komuniteti ani Gjakovaci Gomuna. Vaš te dika maj bufle, vaš o svide, numaj ini vaš o suksesja taj o planja e ofisesko vaš komunitetja taj inaripe, vaš o bësh 2022, amen kërgjam jek intervista e rajosa Armen Beluli, ko vasito shefi ofisesko vaš komunitetja taj inaripe ani Gjakovaci Komuna, intervista kaj ka dika pe akala momentja taj ranamen palem ano studio. Ka pas shumë sfida duke marrë parasysh efektin e Covidit, e cili nashta ish dashur ma shumë projekte më realizu, mirë po për shkak Covidit, për shkak procedurave shumë të mëdha që ka komuna burokratike me rregullat e tenderimit, disa projekte që kishin mujt me ndiku në zhvillimin dhe një përfshirje më të madhe të komuniteteve, nuk kemi mujt me realizu, por më rëndësi, zyrja për komunitetet dhe këthim e ka arrit objektivat e veta, sa i përket sidomos çështjes së strehimit, të disa familjeve të cilët kanë qenë duke jetuar në kushte mizerje dhe që nuk kanë pas kusht po më në kul mbi kokë. Zyrja për këthim edhe komunitete është dhe duhet i gjithë opinionit adin, që ne luftojmë diskriminimin edhe promovojmë të drejtat të barabarta të komuniteteve, që të gjithë komunitetet të kenë qasje të barabartë në shërbime publike, duke i luftu të gjitha dukurit negative, ne jemi për promovim dhe mbrojtje drejtave të komuniteteve, jemi për një përfshirje gjithë po më nejë përfshirje të gjitha komuniteteve, në të gjitha sferat e jetët, sidomos aktivizimin e rinis dhe vendimarrjen në tyre, nga ratë e komuniteteve. Dhe po besoj që pa një bashkëpunim me partnerët tonë, me shoqërinë civile, organizatat të cilat punojnë dhe veprojnë në komunën e Gjakovës, nuk do të kishë mujt të arrim të gjitha sukseset që sot i kemi. Besoj që viti 2022 do të jetë vit i komuniteteve. Dhe për fond me qenë se jemi në fund të vitit 2021, cile do tjetë urimi juaj për gjithë shikues të misionit tonë për vitin 2022? Ne inkurajojmë të gjitha komunitetet, sidomos komunitetin egjiptian, Ashkali, Rom, që ta kemi një bashkëpunim më të mirë ndërmjet vete, të janë më solidarë, sepse ka familje shumë të varfra nga ratë e komuniteteve, të cilët ka nevojë për shtrirje dorës dhe unë po besoj që këto festa janë të duhura për të ndihmuar njëri tjetrit në të gjitha aspektin. Unë besoj që deri tash kemi gjetë edhe mirë kuptimin e komunitetit, mirë po le të jetë ky urim i imi për një bashkëpunim më të mirë për vitin 2022. Çfarë do probleme që kanë, të mos hezitojnë, zyrja për komunitete është për komunitete dhe le ta trokasin derën e saj. Ne do të jemi të hapur për të gjithë ata të cilët kërkojnë çfarëdo lloj ndihme, ndoshta jo financiare, mirë po çfarëdo këshillimi që do të mund të japin zyrtarët tonë, do të ishte në dobi të tyre. Jek baro piko do ipe vaš o lačaripe komunitet jengo Romani Kosova dingje vio politikon subjektja. Amen gjanaka e o bërsh 2000 bishu jek sa alosari pasko bërsh. Vaš o sebepi ka e o alosardile
o neve lideria e Romane Komunitetesco ano centralo në nivelli. Akanasi me njek nevo deputeto kaj garavel taj vazdelo avazo e Romengo ano Kosovako sombe Shipe. Amen kërgjamik intervista e Rajosa Ergjan Galushi kaj sito Romano deputeti ano Kosovako sombe Shipe, kolesa va kërgjam vash o buti kaj kërgja ka va Romano subjekti ano institucije, numai va kërgjam vi vash o planja kote si akale politiko në subjekte, vash o bërsh 2022, vash o laqharipe kondiciengo e Romane Komunitetesco ani Kosova. Vash maj buhle të shuna se sova kërgja o Rajo Galushi, vash i emisja Gjithdipe Tumenca. Sinema njek besh bajke ka sviduno vash BTV-a djezutne Kosovaka Republikake, numa jek posebno svida sine vash amaro komuniteti, romano komuniteti. Lejuva pidikipe kaj si jem pana në periodje pandemijako, taj giri qingime periodje zorala, e trapozorala e pandemijako, ano kanavakarava no kushte kola najmužna sinetini kjova, sine kufizime në oro policore, na sine dovoljno butikeripe, te odolla amare insajna kola haribut, kerde buti një odolla na shakarde për e bukja, vasho sebepi e pandemijako. Ne mužnava te pena ka isim baktalo, ka isim ano akava raipe, kola piravela jek socialuni politika, akava të men mužinjen të diklarin i një prekalo alosaripe e budgetesko vash 2022 të besh, odo të sine but havdja, kola uqarna o mangipja e komunitetengo kola siolin mangipja, amen gjana kaj amen da sijema dova komuniteti kola sijemen majn but mangipja, a e ka kaj prekalo dola socialune politike pjerao kriterja, taj dhe devla kaj po avut në plani, kova kovol i një zbatimi ose pjeripeo dole budgetesko ano realizipe, kaj jek lačo dero kaleni një amaro komuniteti. Sarë se ka në penava bazirimo ano socialune politike, koje kola on perene dola kriteriuma. Po pishina kava na sinamen maj anglider, sinamen but sfide vasha kava sevepi, seske a gjukarasine samo jek deo e budgetesko kova sine jek tikno ka eka budžeti pangla samo një komitetenca e samo dova mužnija sine te vlastine. Numai akaja socialni politika sto jetra but po buvli, kote si jemen shaipe ano aplikipe ververutne ministriengo, kola perna o mangipja mangle vasha kava komuniteti. E ne akaja jek hito jek nevi politikuno frimati te pena, nevi politikuni put, neve politikune akterenca, koja reste te keren akava aktivizmo e politikuno mentaliteti ari te penav te përminen, taj odova so mangle resnam, numa janë kana gjokargjola të di kjol kopa odova ka poshtingjol ano realizipe. Dhe me ka e teoria, odova so mangle te resa si jem shuka. Numa janë ka mangla për odova sa so restam të mutava ano realizipe. A o realizipe mutavla ano shërdipe 2022 të beshleske kova gjukardame. Ano, a kana maro plani ano 2022 të besh me kerava jefti sigarava kaj naj muzhigjën biqe maga boka but të pirava në javër komune kote sine Roma, numai ose bepi stë kaj mutagjëm. Palo alosaripja restin po palo ano alosaripja, a e ka kaj biqe naj muzhigjëm të bajakara amaro aktiviteti, nume në 2022 të besh, madama kana sjamen o budgeti, si të pirav sa o Romane komune do të kotesi Roma, të diklakara volengi situacija, i nësis kes të penjardi, numai të penjargjova majbut, të di ka dola projektja, të në komune kote on gjivdinena, taj prekalo dole projektja, të pera o mangipje, kova dendilo prekalo budgeti vashobesh 2022. Pegor të marrë mangipeve e plaktelipeve shë 2022 të besh? Mangava ka e Roma saben tove njek, a e kas arat këti salem, taj me sinema jek bët barë zadovoljstët të qingarav sa o civiluna amalipa në jek pralikano akshamluka ka e ka të penav, i një të vakara vasho avut në aktivitetja, a e ka mangava të dikhape sarsakana,
Normalno sako sjole piri buti, sako sjole piri profesija, numaj oromanipe mangla pestano ta nume njeket hane, tajte diskutina somaj but, vash ola qaripe e situacijako vash amare romenge, akava mangava maj but, ano 2022 të besh, taj akalista madam vashte resa, ano akava tan mangava sastipe, e një majla që shukaripe ini janë individualno, ini janë kolektivuno ovipja e romane aktivitetsenge.
Anja virunerig vio civilo amalipe, dinja jek baro ajutipe vash o laçaripe poziciengo romani ashka luneta egipciane komunitetiengo ani Gjakovaci komuna. Je kolendar sito vi o edukipasko centro, ano breko dzvaj I organizacija Bethany Christian Services, kaj dinja jek baro ajutipe ano nesa veresfere sar kaj sito saslaripe, taj o edukipe harucine komunitetienge ani Gjakovaci komuna. Numai o bërsh 2000 bishojek, ini vasha kaja organizacija si sajek paro bërsh vasho se bepi kaj samin I pandemia COVID-19. Numai on, ini kaj sa pandemia, reslejek baro suksesi vash o laçaripe akale pozicijako akale komunitetiengo. Numai te gjana vash maj budëri vasha kaja buti kaj kergja organizacija Bethany Christian Services, dedika se sova kergja orajo Berat Thaci, direktori e organizacijako. Po mbyllim kështu edhe një vit, jo pak sfidus bazuar në të gjitha aktivitetet e zhvilluara, por me një karakteristikë të veçantë e cila filloi që nga viti 2019, në fakt viti 2020, e cila karakterizohet me endemin COVID-19 dhe e cila jo pak shkaktoi probleme dhe na shkaktoi ngarkesa dhe emocionale, shëndetësore dhe nga më të ndryshmet e mbi gjitha edhe organizative se përket aspektit programor tonin si organizat në bashkëpunim edhe me partnerët cilët ne jemi tash soku. Mirë po fol Zotit angazhimit të përgjithshëm të gjithë stafit punës e në veçanti stafit udhëheqës, stafit edukatorëve, stafit të vullnetarëve, të cilët me përkushtim dhe punë të vazhdueshme brenda qendrës ku ne funksionojmë dhe në teren, arritëm që në një mas të madhe, jo vetëm të përmbushim detyrat, po dhe të arrijmë objektivat e përcaktuara, tashmë të parapare në kuadër të programit I cili ka të bënë me imunizimin e fëmijëve, imunizimin e rregullt të fëmijëve, përmes vaksinimit të rregullt të fëmijëve, imunizimin me vaksinën anti-COVID-19, si dhe të ofruarit e shërbimeve për fëmijërinë e hershme, përfshirë këtu fëmijët e grup moshave 3, 5 dhe 5-6 vjeçor, cila gjithashtu vazhdohet me mbështetjen e Këshillit të Evropës në mbështetje të programit të qendrave mësimore, I cili ka të bënë me grupmoshat e fëmijëve nga klasa parë deri në klasën e 9. Dhe po shpresoj dhe po urojmë në një shëndet shumë më të mirë që në vitin 2022 ta kemi një shëndet shumë më të mirë të popullatës, e mbi të gjitha një angazhim të shtuar kur bëhet fjalë për mirëqenien dhe mirëqenien e fëmijëve në tërësi. Kur jemi te fundi vitit 2021 dhe hyrja ndoshta në vitin e ri 2022, cili do të jetë urimi që do të vijë nga ana juaj si organizat për gjithçka të misionet tonë? Bazuar në atë çfarë thash, mendoj se si prioritet I vitit 2022 ne urojmë spori shëndet të plot për gjithë popullatën, sa më pak stres dhe sa më pak problemet të cilat tash ndërlidhen me situatën si thash me pandemi, tjetë një situatë të kalueshme tashme dhe të fillojmë përstëmbori që viti 2022 mos na ballafaqojmë me këto sfida me cilat patëm bëjmë këto 2 vite dhe uroj gjithashtu të ketë një angazhim të shtuar kur bëhet fjalë për mirëqenien e fëmijëve, edukimin e tyre e në veçanti fëmijëve të komunitetit Roma Shkalie Gjetjan, të cilët ende vazhdojnë të mbesin një prej sfidave kryesore sa I përket edukimit dhe arsimimit të tyre. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që gjithë pjesëtarëve të komunitetit Roma Shkalie Gjetjan të uroj një vit të mbar, një vit plot suksese, një vit të gëzuar dhe sikur një herë më parë të jenë së bashku dhe pa probleme shëndetësore dhe sociale të cilat ata vazhdojnë të ballafaqohen çdo ditë. Pak fale dikhamne, Alan Viano Agor pandarje ke misjako gjithi petu menca vashu bërsh 2000 bishujek. Avdivania kaja rat mangav kajte bahta kerav, sa e romane komunitetje, ani sa I lumja numa e Livijani Kosova, vash o agoripe bërshesku 2000 bishujek. Dede vla ka novo bërsh 2000 bishuduj,
ta vol maj suksesuno vash amare komunitetja. O bësh 2022 ta vol agor e pandemiako COVID-19. Taj o bësh 2022 ta vol bësh kaj i pozicija e romane komunitesko ta vol jek majla që sar ano institucije numaj vi ano amalipe. Ano rami organizacijako Roma in Action, taj emisjako GDP Tumenca, taj ekipake televizijako Syri, mangav kaj te najskerav emisija OSB-a ni Kosova, kaj dingja ajutipe vash o emisije pe romanici GDP Tumenca vash o bërsh 2000 bishujek. A kaja si vi o agurutno emisija e ano rami projektesko Roma no medije, projekti kova ajutisajli kotar emisija OSB-a ni Kosova, numaj amen reslam kaj te resa vi javerne donatoria vai ajutipe aske sistemja kaj ka pikojne një emisja GDP Tumenca via në bërsh 2022. Jek nevi pe vashtumenge pak faleti kamne si to kaj emise pe romanicib ka ven via në bërsh 2022 e najsipea e neve donatorengo kaj digje pikodoi pe vash organizacija Roma in Action vasho emisje pe romanicib GDP Tumenca a në bërsh 2022. Bahtalone vo bërsh magava tumenge bah sa stipe ta jek majla që suksesi. Oveni amenca ta i gëndinav ka i akava bërsh to vol jek majla që bërsh vash sa o Roma ani Kosova ta i dedevla ka o bërsh 2022 ka arakel an jek majla që kondicije vash o Romane o komuniteti. Araken tumaro sa stipe, araken tumare pashut ne gjenen, ta i garaven tumaro sa stipe, ta i tumare pashut ne gjenengu. Gjipe dikipe.